Shiqusë ndëgjues të nderuar, po ju përshëndesim këtu nga Audelales, cilin po e transmeton Radio Televizioni Fontana. Dhe normalisht ku gjendemi sot, kemi ardhur në një ambient, në një jod të mirë, në një jod të madhe, kemi ardhur në fshatin Skifjan, komuna e Gjakovës. Këtu kemi ardhur normalisht një person që është shefqet Ademaj Skifjani, është një gurbetçar, është një person që ka ardhur këtë ditë nga Amerika dhe normalisht në këtot shumë herë ka kënduar, shumë herë ka të bu shok, po kësaj radhe janë të bu gjitha për odën e lashtë dhe vetëm për ju, për t'ju kënaqur ju, shiqus e ndëgjues të nderuar. E kush janë këta? Kush është grupi? Po ju prezantoj. Sadik Kuqi, violin, kom qef herë mi janë zonin violinës Sadik. Bën janë ramje janë. Haj, qysh din ti? Gishtat lumshin. Zjadin jahaj. Ti s'ki nevoj me qitë dyzen hiq, po përvoj herë në shtatë ka dalë për dyzenis dhje. Ja sharfetohaj. Hajde me sharki. E gishtat lumshin, Sinan Asani, e ki që të lindur. Gishtat lumshin. Shefqet Ademaj, i zoti shpijës, hajde tani më zotën e shpijës? Gishtat lumshin. Po shini se këtu afër veti e kam profesor Muhamet Rogovën, dhe në anën tjetër e kam një gurbetçar që normalisht ka shtektu këgjamati në Amerikë, po që këtë ditë gjindet kësajde dhe i kom hanë ku e shelalin që zjenën të dhona. Kjo është Shabalojqi.
Mirë se u gjeta burra. Mirë se na ke ardhur. Sa knasi është të jemi kështu bashkë. Dhe është ta veç një dy fjalë para se mja fillua. Baba ja kish pas lënë shumë porosi në idealit, por ndër to ja kish pas lënë edhe porosi biro marrë shtëpi i ka shkojsh. A do një me ditë kush është ai? Ajo është Lala ynë. Lala dhe Lala që e ka bo odën e vetë në çdo cep të shqiptarisë. Prandaj edhe sonte jemi këtu në Skivjan në odën e Shëshqet Ademajt. Gëzuar. Po e ngrej këtë dulli. Po e ngrej këtë dulli për shqiptar e për Shqipni. Për trollin, për fisin, për pushkën, për plisin, për babën anë, për Prishtinë e Tiranë, për vlla e motër, për Shkup e Shkodër, për fjallën, për besën, për njipin, për mbesën, për rushë, për fiq, për sofrën plot miq, ndër breza u shtroft, me breza u gëzoft, Zoti e bekoft. Goja t'jumë, gëzuar. Gëzuar. Sa bukur, mas të në reshta, mas të një recitimi, a shkoj me kongë. Hajde hajrë bofshi. E pa banjo me do
më nuk njoft. Du me përshëndet dikun. Është larg, po du me përshëndet. Mësu e di është ai. Gjafer Balaj, përshëndetje, di që na përcjell emisionin tonë. Përshëndetje. Këtu nga larg ju përshëndet nga Kosova. Mirë në arsh këtu. Pastaj, e kam këtu mosafer, disaj kam që du mi përmend gjithë, do t'i përshëndes, së kal Halil Mehmetaj, mirë se ke ardhë në Odën e Lalës. Normalisht që Fra Sharacaj një kam të, një veprimtari, qështës komtare. Mirë se ke ardhën. Shefqet Dinaj, mirë se ke ardhë, po të kam pak ma të veçan ty për një arsye, se ti e ki një farë ode, një farë muzeu, një farë ke pregadit, diçka ki atje. Edhe pse jenë Gjako, dojmë me të vizitu, se Gjako a ka 3 ditë, trashëgimin. Vera është e hapur gjithmonë. Miro gjeqim. E kem dikun drejtorin e radio televizionit Fontana. Nuk di ka na pështilët, ka shkon, ka si, po gjithmonë që ne dikun e përshëndesim. Ne me në gjithë grupit, a i një ndakor të përshëndesim, zekë. Ne përshëndesim. Ke dikun për shkrejt, ne përshëndesim. Drejtorin e Radio Fontanës, televizionit. E kam një mik, një shok të moqëm, Adem Lushajn e përshëndes, është të prezent, nga ke ndëru që ke ardhen. Bekim Neziraj, mirë se ke ardhen, nga ke ndëru që e njodhë, tjadës. Dhe gjithë ju të prezent, po normalisht që ne që kënej jemi katë, edhe pse është zanat, është zakon, gjithë mund të thuën në fund të ata njerës, unë du me hë pak ma në fillim se meritojnë ata njerë. E kun me përshëndetën këtu, pas ata që të ndrojnë pra pa kamera, Renjar Haxhiaj, faleminderit për gjërimet që i bën, Ekzan Mehmetaj, faleminderit, dhe normalisht ju jeni ata që e shtinin shëri që publiku me panë këtë çështje. Pra, respekt për gjithë ju që na përcjellni ku do që jeni, ka ljofshë mirë. A shkoj me këngë? Hajde, herë bosi. Hajde. 1, 2, 3, sa doni vazhdoni.
Këtu afër e kam profesor Mamet Rogovën, profesor mirë se ka një odën e Lalës. Mirë se ju kemi gjetë në Sofrën e Lalës, në emisionin që është ndër emisionet më të kërkuara dhe më të shiquara, se shije kryesore, Odës e Lalës e jep mjeshtër i madh i humorit, i folklorit, i gjithave Ismet Krasniqi që i Lalë. Prandaj, gjithmonë kjo sofër e ka shijen e vetë, e ka karakterin e vetë, e ka edhe bukurinë e vetë, që e shpërndan, jo vetëm këtu, po e shpërndan në tërë territorin shqiptare me sharmin e madh që ju jep dëgjuesve dhe shoqëruesve të Radio Fontanës. Normalisht se e nderove Lalën, po Lala vetë nuk ka, Lala vetë së në bënë kur gjanë, Lala veç bashkarisht me ekipin e radio e televizionit Fontana mundet me realizu këtu që po ishini edhe me rapsodët që janë të gachëm ju përgjet Odës Lalës. Prandaj gjithë në zbashku e përbojmë totalitetin e asajt bukurie të emisionit të Odës Lalës. Ju lutem. Faleminderit, profesor. A vazhdoj me kom? Si të një. Hajde pra e koftë. Ha! Profesor një historia. I Lala s'di mu një kongë, pasha zotën, që du kongë. Një me ti ko këmë rëzikshëm se tjerë. Ah. Edhe unë e kam edhe një kërkes, Shabalaj që më hapru këtu, se do në me kënu i kongë që kjo do ma shumë të vinë vaporat. Bregu dete, me në afru shumë. Ku du shtë afrej Shabalajshin, ku i afru ma? Stem lyftas
si me nejt me këngëtar, bash këngëtar. Po, Po e se për une se. po ti u bane, po, aj po më i midon më baje se ti, po se po. Po, jam të gjithë mund knosh i buna. Jo, mos në lërga, se edhe kënum ki ka herë. A mu ja bëti me lahuntit, se kjo me lahuntit më shumë mirë. Ja bë me lahuntit në violinë. Pa mirë, ma mirë se do se e kanë bo për poja banë. Pasha Krishtin më burë. Ma mirë se do, se e kanë bo për poja banë. Pasha Krishtin. O, mojna huta mori e malësi. A mojta kongës mërë potim ja kenis. Oj nuk poti mërë besa me tita. O, se rufeja të paskarare. O, ljumi gjaku të mare ty gjaku. E të një sot mërë pota paskaku. Shito
Shtrit për dhe Nga Kosovën ku këngë Ku me rritas po e shtatin E kotoje për dha qakun Pina ujnë e kësaj toke Tash me lot e në restoni Një përveli mos e durej Ma mdoj koken me flamur Se në konjen dy krenore Me dojnë gjumë në ana shqiptare Si nuk des bim për liri E mësot ke dek mos t'i me Si qorbitor u dhat bolin Kime mësur gjithrën të malin Edhe erna I ki pason O amanet nisin e bon Amanet nisin e bon Dhe u pushtetën me qkel me kan Për zëte, bujar male të rrit njera, po je pas ke qitë kohë që matë mirë zbon heq. Sot bukur. Njera të rrit. Po, që të kemë sofrën në odën e lalës. Dhe këtë sofrë e ka shtruj zëti shpijës. Shefqet Adema Skifjani. Ju rrit njera e muhabeti. Po, pse mërë burë mu hargjuën ka shumë? Po përmesh duhet me sa ma shumë të kemi mundësi. Nuk janë shumë, që to se kanë qëllu. Bukë kërë për zemër lodën shqiptare. Po njera të rritë, mare të rritë, po është pak, adin, ke po te për shpenzim, a kini farë të foli ti qyshti, po më duke si ma nëryshe për foli, jo si unë qështu. Shë zëtë mërë burë deshta me të kalëzu dishka. Hajde bre kalëzëm? Indje kantojnë njotën e konë shumë njotë më naj, ma e shka shnishi. Ako. Ako në më na. Edhe kish kujhen me kënu një dasëm, po e shkon pak i në zonën gjëkë, se unë e sonte, edhe tash ata oda po e thonë, o morsh, shazët të mërë burë koke bukoj smut, e për tut nashe s'kemi e gjegë hesh. U kujtu morsh e akon shumë i zgjuta e burë, edhe për të që tha burë ashka po e thomë, tha për këtë majet mirë që koka sonte, e për këta burra që ka ke këtu, Sha Krishtin tha, ja fjallin për goje, tha ja morshit copën në moshnis meze, po shqitë selen. Edhe unë sonte për ju, ja fjallin për goja të copën e moshnis, po shqitë se lehë e bura. Lavdi kofta ti Marash Krasniqit, kantarit madh, e ty të lumë të goja që po folë sëtë. Falim dhe. Hajde, doj me vazhdu ma të tje. A vazhdoj me kongë. Sin
ndorë marsha me ka, për ti kom kollë sa raja t'ja. Sa ka gjithë dino me ta, e ka e bojë varë Serbino të tani. Ka gjithë dino me ta, e ka bojë varë Serbino të tani.
është i mandyshin dede. Balojqi, po që shjemë rë burri, dhe? Ku mos me konë mirë me këta burra e në këtë sofër pjatë? Po që shpa kalenet në Amerika, po më të regojnë? Mirë po kalojnë, po me bacën zeq, jem cikrua kur edhe në Amerikë, se erë veç 5 ditë nëjti. Po? E herën tjetër kur të vjen, legjenda përfaqëson si drejtori televizionit TV Fontana, pak ma gjatë atje në për Amerikë, në për zotën, nuk po qmallë me 4-5 ditë. A ne e prit mira? Për pak ditë smujt me prit si duhet, po herën tjetër, inshallah vjen ma gjatë. Edhe vjen me shokë, nuk vjen me shvetë, po e mërë ljallën e bërë. Pa qatu e kom mërë burri, dhe. Se ljallë e ka udën e vetë edhe në Amerikë atje. Po e di që kam të më përdo atje. Po a thjasën pak për rrugovë. Në vitet 70-ta, rrugova, ju rrugovas, e keni braktisë rrugove. Pasha besën edhe këni një këtë gashë me falë tokë, me handi kuqaqe, bërën që vajdi, shkëllë. Ertë në rafsh, tonë. E tash, keni fillu gjithë më këthyri edhe për ndërtojnë ati objektet mira, për ma që mëllën sukur në Kosovë, që për na i keni një aftohë të shkari një për Kosovë, po bojnë mitë sukur rrugovasit ka marë koha që tonë kanë më këthyri këtu. Po i po shpresoj edhe unë e shëfqeti mos po ndikojnë, diçka e po jo mushim benën aty në djendëve tri me ardhe mu këthy këtu se ma bukur e ma mirë nuk ka se këtu. Po inshallah pak edhe politika më fani, po inshallah pak edhe politika këthilët. Po mu më ka ranë meni kongë, si o kënu dikur moti. Hajde bre. Qyshka e konga bura, a mu i një strofë, me kënu a erdha nga qytetin e fshatë. E dytën e vazhdojone. Erdham nga qytetin e fshat, e jetoj lojzen, e ju otra me ju, e punojne. Erdham nga qytetin e fshat, e jetoj lojzen, e ju otra me ju, e punojne.
dismalet kalur zuar jeta. Po mërën e arën me ju, në lëndoj e bashkë, lune në me ju, me arsone. Nuk po fejet ma kush prej qytetit e në shatë. Për zotën e ata prej në shatit ka nikë qytet. E shumica ka nikë për janë. Po unë me qytetin e kem bo një der. E ja kem dru të fjallë kësaj konge. Edhe nga mërgimi të tre, e jetoj vërder, e ju motra me ju. Ervan nga mërgimi në tre, e jetoj me zër, e ju motra me ju, ne punojë. O mirë se na erdhe, o mirë se ju gjeta këtu, ne jas prej pas të vëllu, i zuar jeta. Hajde, hajde, Boshi.
me predrumor panza veletro, una emeromor pan me voshatro, una mos me lut mor kush harush terne, e pa musesko, o shqiptar kedler. Shefqet, qyri kamerat, katra janë të radio televizion të Fontana janë se cila ma mirë së shoqja. Po cilat am këshur mu E marrë? ty qa janë ti të këshur, që? Po se e modhe pas Qa janë këshur. modhja drejtën Se ty. zë të mërë burën e vogle e modhe patut në pak presoj. Ja më masë tot. Që Se më të bone unë atë ofër dhe nga se dyve të amon. E ma mirë që, nëse kam ty nga të mërë burës patut në po bona e fort të dhone. Se ma nga të fort të dhe ligi thonë bërë të fort. Hajde zemrët njoft, ty e shokve, hajde herë bofshi. Shkojë sultan
Shikusë ndëgjues të nderuar, ju përshëndesim këtu nga Oda Lales, këtu përshëndetje nga zemra. Miru ta kofshim herave tjera. Mirëmbëjtje.